Sa po doli në treg inteligjenca artificiale më e fortë në botë dhe më e rëndësishmja për momentin. Pra, një inteligjencë artificiale që del menjëherë dhe të dal dhunshëm që të mposht edhe ChatGPT, ky është lajmi jo vetëm i ditës, por edhe i shekullit. Ndiqeni me kujdes sepse është vërtet kurioze kjo, Kush është rastisht e t'i bëj like faqes që të shihemi sërish, para disa muajsh pash një intervistë të Elon Muskut, ku tregonte për këtë inteligjencën e re, quajtur Grok, ose inteligjenca e parë, pra ai kur bëri lançimin në vitin 2023 të Grok 1-shit, të gjithë menduan se ishte diçka, por ai tha edhe në intervistë, sepse pash intervistën, në intervistë tha haptazi. I kaloi, tha, parashikimet tona, sepse bëri disa llogaritje, disa kalkulime që shkonin tej perspektivave tona. Dhe për ata që nuk e kanë kuptuar, inteligjenca artificiale është baza e së ardhmes, por ka dhe diçka tjetër, që në bazë të inteligjencës artificiale, nëse do të dish ta përdorësh mirë, ti mund të bësh çdo gjë. Pra, përveç se videove, përveç se projekteve për punë, përveç se ku ta di unë, edhe disa formave geometrike që i bën ky graku, pra grak treshi, sepse ai është akoma më i rëndësishmi, përveç këtyre ti mund të bësh edhe disa llogaritje për të fituar. Ku? Në kriptomoneda. Në fakt, kjo është frika e të gjithëve dhe shikojnë se si mund se bën një kalkulim ose një llogaritje, pothuajse eksakte, pra përsa i përket nëse ti do humbasësh ose nëse do fitosh nga të ardhurat financiare, pra nga këto nga kriptovaluta. Dhe tjetra është që ai kur tha intervistën Elon Musku, e tha publikisht, u tha dhe atyre ishte me disa japonez, disa tjerë që bëri një intervistë online, se ati nuk i intereson fare. Prisni, thashtë, është shumë kurioze, dëgjojeni. Dhe u tha që i kaloi, tha, perspektivat tona, sepse llogaritit që bëri, tha, shkoi, tha, tej atyre që kishim menduar ne. Sikur ti ishte, tha, që të punonte në një formë tjetër nga vetvetja, të shtonte gjëra nga vetvetja, me pak fjalë. Tani, sa po doli, sepse doli tani në datën 28, shkurt, doli Grok 2-shi dhe 3-shi, dhe i hodhi, i shpërbëri që të gjitha të tjera, pra chatët e tjerë inteligjent, dhe ka zënë vendin e parë. Të gjithë thonë që është fantastik, të gjithë ata që kanë provuar, unë se kanë provuar akoma, por të gjithë thonë kështu. Bile, do t'ju them, në një video të një zotërie që është gazetar këtu në Itali, a i thoshte që programin e ti, se është program, është një prezantues i programe televizive, programin e ti a i e bëri më pak se 8 minuta, pra të gjithë programin. E bëri, thash, 10 herë më mirë, thash, pra shumë herë më mirë, se sa ajo që do ta përgatisja unë. Por, çfarë ka në të vërtet në këtë sistem të ri? Atëre, shikoni se çfarë ka bërë Eloni, sepse gjën që nuk e kanë kuptuar shumë njerëz. Jo sepse unë jam kush e di se si, por më shkon mendja sepse ne shqiptarë si jeni ju shqiptarë të bëri dhe si thotë njëri. Atë ne na punon truri gjet. Shikoni se çfarë ka bërë ky. Tani për të përdorur këtë sistem të ri, këtë chatin inteligjent, Grok 3-shin, duhet në memorien e kompjuterit tënd të ketë të paktën 290 megabajt disponibël. Pra të ketë lira, që ai të punoj, sepse ndryshe nuk punon dot, nga do ta marri informacione, sepse ka mbi 300 miliard informacione. 300 miliard informacione. Kështu që në këto 300 miliardët janë aty. Pra janë në këtë sistem, pra brenda sistemit. Dhe tjetra është që, shiko, inteligjenca që punon ky zotëria, Elon Musk, ai tani ti, në qoftë se do të përdorësh
këtë chatin ti je I detyruar që të kesh aq memorie, por aq memorie nuk mund ta kesh, sepse zakonisht janë më të vegjël. Në telefon s'bëhet fjalë fare për momentin, por në kompjuter, sepse duhet të kesh një memorie të fortë. Por çfarë memorie duhet të kesh? Një memorie të kompjuterit që nëse do të jetë një kompjuter që ka memorien brenda mbi kësaj shifre, pra mbi 290 megabajt për shembull, gigabajt, ti duhet të kushton rreth 10.000 deri në 40.000 euro një kompjuter I tillë. Dhe unë them tani, po sikur Eloni të ketë kontaktuar për shembull me Bill Gatesin, edhe I ka thënë shiko, bëjmë dakord. Unë do ta nxjerr në treg, por ti nëse më prodhon kompjuter të tillë, atëherë kemi pushtuar tregun. E kemi të gjithë tonin. Si thoni, mund të jetë vërtet? Unë tani them vetëm kaq, që duke qenë ky sistemi më I mirë dhe më perfekt I inteligjencës artificiale, Grok 3-shi, ose dhe 2-shi dhe 1-shi, unë jam I bindur që shumë shpejt do pushtoj botën. Së pari, sepse është free. E dyta, që duke qenë një open source, mund ta marrë kushdo. Por janë detyruar që të blejnë kompjuterat e Bill Gatesit. Kështu që është një xhiro maramendse që parat aty kanë qenë dhe aty kthehen sërish tek ata që dinë t'i bëjnë. Kështu që unë doja vetëm thjesht t'ju informoja, sepse dëgjova shumë që ka bërë dëm të madh ky sistemi I ri, sepse merr mend që të mposhtësh ChatGPT, që është numri 1 për momentin, sepse ka dhe të tjera, është merr, sepse sapo doli dhe e kam poshtur, sepse të gjithë thonë që është më I mirë. Tani, unë jam I bindur që do ta përdorim një ditë që të gjithë, do ta përdorim chatin, po flas nga të gjitha format, në të gjitha format dhe nga të gjitha format, dhe po për momentin, duke kushtuar kaq shumë, nuk është për xhepat tan. Kështu që ne po e anashkalojmë si për momentin, me fjalë që ta blejmë, të blejmë kompjuter, sepse nëse nuk blen kompjuterin edhe po të jetë free ky, si do ta marrësh ta përdorësh. Dhe po thoshja, ne po e anashkalojmë tani për momentin, por një ditë do na duhet që ta përdorim. Kështu që jemi detyruar të japim ca lekë edhe Billit, por edhe Elonit. Ju si thoni? Nejse, unë doja thjesht t'u informoja për një rast të tillë, sepse është një eveniment. Për ata që nuk e din, thjesht një informacion I tillë mund të ndihmoj edhe si informacion, sepse dikush ndoshta e ka mundësinë për ta blerë një kompjuter të tillë dhe të përdori këtë chatin që bën çdo gjë. Sepse siç ju thash, bën çdo gjë. Mund të bëheni edhe të pasur nëpërmjet kriptovalutës, sepse chati ju sugjeron kur të investoni, sa të investoni, ku të investoni, dhe kështu që paraja sjell paran. Unë ju informova, kështu që ju përshëndes dhe drejt të mbar.